super salse për të bërë një fotografi për faqen e parë. Po ku është vajza insekt? Me krahët e një blete dhe me kërcimin e një karkaleci, ja ku vjen vajza insekt. Insekti që ndalon krimin. Ai roboti gjigant po bllokon pistën e aeroportit. Aeroplani nuk do të ngrihet. Mos u shqetëso. Vajza insekt do të merre me atë gjigant të tmerrshëm. I'm a strong superhero with the powers of a bug. Though a bug isn't something that the people like to hug. When I save the world from evil, you might wanna hug me. I float like a butterfly and sting like a bee. Bug girl, here to save the day. Here to save the day. The winged insect way. Goodness conquers badness and crime doesn't pay. Bug girl, here to save the day. I fly through the air, I dig through the dirt. I've got a hard shell, so I never get hurt. I'll remove that robot, have no fear. I'll fly around his head and buzz in his ear. What now, here to save the day. Here to save the day, the winged insect way. You can't swat a hero, like I always say. Bug girl, here to save the day. Listen here, robot, you're in the wrong place. You can't delay this plane another hour. Listen here, robot, if you don't move yourself, I'll move you with my super insect power. Bug girl, here to save the day. Here to save the day, the winged insect way. Get a good picture of my victory, okay? Bug girl, here to save the day. Bug girl, here to save the day. Tani unë do të përdor forcën time të insektit për ta hequr këtë robot nga pista e aeroportit. Ke kujdes vajza insekt. Ups. Ajo ka nevojë për ndihmë. Kjo është një punë për super shkretjen. Unë kam një plan. Do t'i vë këto karroca poshtë këmbëve të robotit dhe do t'a rrugullis atë lart. Vajza insekt. Ngrije lart robotin. Tani shty. Faleminderit për ndihmën. Si e keni emrin? Unë jam super shkrepja, super heroina me super shpejtësi. Vajza insekt, të gjitha fuqitë e insekteve. Kënaqësi që i shpëtova me ty. Edhe unë me ty. E di, ti ngjan pak asaj fotografis që ishte atje. Me duhet të shkoj, mirë pafshim. Pafshim. Wow, ajo është e shpejt. Oh, mos, unë i shpëtova të gjithë, por përsëri nuk bër asnjë fotografi. E di se si do të shtrëmbrohet në fytyrë shefim, kështu. Grrr. S'më besohet që super shkrepja shpëtoi ditën, ndërsa ti nuk i bër asnjë foto. Të thash një herë, shef, ajo është shumë e shpejt. Nuk kemi për ta gjetur dot një fotografi për faqen e parë. Kurr. Alo? Çfarë? Të shoh prapa meje? Roboti gjigant dhe kapiteni Fluska dhe vajza insekt. Kjo ende mund të jetë historia e faqes së parë. A mendon se super shkrepja do të vijë atje? Nëse heronjtë e tjerë ka nevojë për ndihmë, unë do të jem atje vetëm me një shkrepje. Çfarë? Unë dua të them, ajo do të jetë atje me një shkrepje. Ti je një çupalinë e çuditshme çupalinë. Tani shko atje dhe bëj një fotografi për faqen e parë. Ky është shansi ynë i fundit. Do ta bëj me një të shkrepur. Ajo e thot gjithmonë këtë, për nuk e bën kurrë fotografinë. Kjo do të ishte një
fotografi e shkëlqyer për faqen e parë. Në fillim do ta shpërqendroj, kapiten, pastaj ti do të bësh diçka me Fluckar. Kjo është ajo që bëj më mirë, vajza insekt. Është koha të ta pëlqas Fluskën, robot. Njihu me murin e Fluskave që ta hap telashe. Ja dole, kapiten Fluska. E ndalove robotin dhe shpëtove Bigopolisin. E po, nuk do të kisha dalë për ty, vajza insekt. Jo lom, Teron. Tani më lini t'ju bëj një fotografi. Qeshti pak. Qeshim! Oh, jo! Askush nuk e kishte përsura parë murin tim të Fluskave me telashe. Kujdes! Ruhuni! Oh, jo! Kujdesa! Aparatim! Nuk mund të bëj një fotografi për faqen e parë pa aparatin tim. Duhet të ndalojmë atë robot, vajza insekt. Por si, kapiten Fluska? Le të shohim nëse mund t'i afrojmë më shumë për të dëgjuar se çfarë thotë ai. Duket sikur roboti po thot. Ja! Ke të drejtë, dhe kjo ka vetëm një kuptim. Roboti dëshiron djath. Atëherë të gjejmë ca më mirë. Do të kthejmë shpejt. Such a big robot could eat a whole lot. So when he says cheese, we better feed him all we got. Such a big robot could make a big mess. So when he says cheese, we better give him some, I guess. Cheese, cheese, the robot says cheese. So run to the store and get some more, please. We're gonna save the day and make it okay. But first, we need more cheese. He's asking for cheese, so fly through the air. Bring more Swiss and bring more Gruyere. A robot like him could destroy the whole town. 'Cause he's in a cheesy mood. And he wants to chow down. Cheese, cheese, the robot says cheese. So run to the shop and get some more, please. We heroes will prevail, there's no way we can fail. But first, we need more cheese. He's nasty when he's hungry, and that's why we better bring more American and bring more cheddar. Why does he want so much? Is it for a robot party? This time I added crackers and a creamy party. Cheese, cheese, the robot says cheese. The store's run out, do you think he'd like peas? We heroes will prevail, there's no way we can fail. But first, we need more cheese. Ky është e gjithë djathi në qytet. Por nuk I pëlqeu asnjë prej tyre. Nëse roboti nuk dëshiron djath, atëherë përse thotë djath? Unë I thash qesh. I thash qesh. E do të kthehem e një herë. Kjo është një punë për super shkrepjen. Por unë duhet të marr kamerën time. Përshëndetje, supershkrepje. Ju thashëm supershkrepje. Ja ku qënka. Tani më duhet ta plas atë flusk. Supershkrepja kthye. Ajo do të na shpëtoj. Juhu, robot. Qesh pak. Kjo ishte. Lëviz robot. Shumë bukur, pa. Super shkrepje, ti ndalove robotin. Si ja dole? Roboti thjesht donte të bënte një fotografi dhe ai po thoshte qesh gjatë gjithë kohës. Shumë bukur robot, shumë bukur. Tani merr një pozë më serioze. Ti gjete super edhe për të bërë fotografi super shkrepje. E po, kjo është puna ime, shef. Shef? Super shkrepje nuk po të kuptoj.
kuptoj. Ja, unë po ta tregoj. Çupolin, çen ke ti? Ti je super shkrepja? Po, nuk bëja dot asnjë fotografi të heronjve që erdhën për të shpëtuar, shef, sepse unë isha aty duke ndihmuar së bashku me ta. Mirë për ty Çupolin, por edhe keq për gazetën. Ne ende nuk kemi një fotografi tënde në veprim për këtë faqe. Mund ta bëjmë tani një fotografi për faqen e parë. Të gjithë qëndroni tek roboti, po e vë aparatin me të kurdisur që edhe unë të jem tek ajo fotografi. Dhe ja ku ba. Vishe e gabuar. Ups. Kjo është më mirë. Qeshti tani. Po qeshi! Ja dole Çupolin, kjo është fotografia më e mirë e faqes së parë. Faleminderit për ndihmën tuaj të gjithëve. Nuk mund ta kisha bërë dot këtë pa ju. Jemi pritur! Qyteti shpëtoi, gazeta shpëtoi, por ka edhe një problem. Cili? Por si, kapiten Një Fluska? asteroid gjigant? Një dinosaur gjigant? Jo, unë po vdes urie. Edhe unë. Opo! Opa! Më ndiqni mua. Do të marr pak ushqim me një të shkrepur. Po që ja fustare? Çfarë të shkrepja? Do të jem atje me një të shkrepur. Ky është një aventurë shkëlqyer me një të shkrepur për një superheroj. Si mendoni? Po, Sigurisht që ishte. We've got the whole wide world in our hearts to explore. Now it's time for us to have a snack. Meet you next time when we're back with your friends. The backyard again. Si mirë tjetër! jemi së shpejti Jemi Çupolin. më dha.